Kandidatët do të sqarojnë për çfarë ne kemi për program. Fjalën e ka doktor Gjitani dhe me radhë pastaj ju të tjerët. Faleminderit. Është një takim i veçantë sot. Të jesh me kanë sakrifikuar, kanë kontribuar, dhe që sot regjimi që bazohet mbi varfërinë, mizerjen, korrupsion. I ngjarë atë parë. I ngjarë atë parë të përbusin që ka për njeriu, do të diqet nga filozofia tragjike sa më të i bashkë. Besoj që do të shohim. Edhe i ndendu sot pikrisht. Në vigjiljen e aspirojmë në të fitore, aspirojmë në të dëshimi, por t'ja hapur rrugën, rivendosur në të drejtën, unë jam njëjtë duhet të përqendrohem në disa që ju e njihni shumë mirë, të dy personalitetet të nderuara të fushave të tyre, ato nuk është se i zotroj kaq mirë. Megjithatë, shtres që nuk i dihet origjina, nuk i dihet principi aktiv dhe më shumë, veçanërisht nuk i dihet vetëm i bjër. Do të aplikohen normat europiane e sigurisë medikamentose. Ne ju sigurojmë se në Shqipëri, hyrë private, nga fëmijët tuaj, nga fëmijët tanë, nga djalin tim, që do të thotë të gjitha të përndjekur që kanë qenë, të gjitha të internuar, kanë vlerësuar ndonjëherë Partia Demokratike. Për sa i përket pastaj paketave të tjera, ju e dini që Shtresat e pensionistëve, shtresat e atyre të cilët e kanë të vështirë të mjetojnë skamjes dhe varfërisë. Dhe që jetojnë edhe mundohen të jetojnë me ndihmën e fëmijëve të tyre, nipërve, të cilët janë jashtë dhe kërkojnë t'ia zbusin plagët e këtij regjimi. Nëse do të diskutojmë për një çështje të kësaj, padyshim për qëndrimin ndaj sistemit shëndetësor apo sistemi shëndetësor, një qëndrimi ndaj qytetarëve të tillë, shikojmë që në Shqipëri është sistemi më antisocial, më antinjerëzor që mund të aplikohet në Shqipëri. Këta erdhën në pushtet në 2013 me parullën shëndetësi falas. Sot sistemi shëndetësor është kthyer në moton o paguaj o vdis. Sot po nuk pagove, vdes. Sot është kritur një sistem shëndetësor i tillë, thellësisht antihuman, ju përfaj të mjekëve të nderuar, ju përfaj kolegëve apo personel shëndetësor të cilët përpiqen ta zbusin në shumicën ndërmuese flas, me gjithë forcat e tyre, të qëndrim antisocial dhe antihuman të sistemit shëndetësor, por për shkak të mënyrës si ndërtuar ai, të politikave të tij që i ngjasin dhe janë të barabarta me politikat korruptive në përsi të ndërtimit të shtetit shqiptar në këto vite. Shqipëria padyshim është vendi ku financimet për sistemin shëndetësor janë më të ulët në Europë. 2% të prodhimit, plus 0.8% nga kontributet direkte, nga ato që ju paguani, apo që keni paguar në sistemin sigurativ, që nuk hynë në buxhet, shkon 2.8%. Duke qenë më i ulti në Ballkan, duke qenë më i ulti në rajon. Por nga tjetër ka diçka që ju e ndjeni shumë. Financimi është i tillë, shpenzimet janë mbi 2 herë. Pse? Sepse mbi 2 fishi i parave që duhen për sistemin shëndetësor, del nga xhepi i qytetarëve, del nga xhepi juaj, duke paguar direkt, duke paguar në ekzaminimet, në analizat, duke paguar në ilaçet, duke bërë në këtë mënyrë krijuar mbi ju një peshë të madhe financiare. Shiko, një njeri i cili merr një pension, i cili sot është minimal, është më i ulti në Europë, më i ulti në Ballkan, a ka mundësi të paguaj shpenzimet për sistemin shëndetësor? Dhe kush preket këtu? Preket padyshim mosha e tretë. Sepse është mosha e tretë e cila ka më shumë nevojë për ndihmë mjekësore. Është mosha e tretë e cila ka nevojë për kujdes. Dhe pikërisht preket më tepër. Çfarë ndodh sot me medikamentet? Në Shqipëri importohen rreth 300 milion euro në vit medikamente. Fondi i rimbursimit, sa është?
110 milion. Pra vetëm gati as 40% e sasisë të përgjithshme të medikamente që qarkullojnë në vend nuk rimbursohen nga shteti. Europa e ka 95% drejt 100% që të rimbursimin. Berisha këtu nga Gjirokastra deklaroi qartësisht rimbursimi medikamenteve që në fazën e parë të rrëzimit të këtij regjimi dhe të krijimit të qeverisë Berisha demokratike do të jetë nga 95 deri në 100%. Ne do të aplikojmë parametrat europiane në mbështetjen e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Së dyti, unë bëj një pyetje juve. Sa janë sigurta medikamentet që ju përdorni? Si është zgjedhja e parë dhe zgjedhja e dytë e asaj liste krejtësi të cunguar të rimbursimit të medikamenteve? Janë medikamente të cilat nuk janë të certifikuara as nga EMA, nga Agjencia Europiane, as nga Agjencia Amerikane për sigurinë medikamentoze. Kjo është bën. Kjo bën që të jenë medikamente të pasigurta për qytetarin. Çfarë pasoja është ka? 2 pasoja shumë të rënda. E para dëmton shëndetin e qytetarit, ku nuk ka veprimin e plot. Po ka dhe pasojë tjetër ekonomike. Sepse duke mos u mjekuar normalisht në ambulator, padyshim patologjia zhvillohet dhe nesër pasaj duhen shpenzime shumë të mëdha në spital për të mjekuar dhe vuajtje dhe rrezikim shëndetit dhe rrezikim të jetës. Pra kemi diçka megjithmonë tragjike, megjithmonë shumë të rëndë. Ne ju sigurojmë diçka, që ligjin që kemi pas të miratuar në 2008, për cilën unë kam dhënë një kontribut të veçantë, do të riaplikohet përsëri. Ligj që u ndrua nga ata në 2014, i cili parashikonte që në Shqipëri nuk mund të qarkullonte asnjë medikament, po mos i certifikuar nga Agjencia Europiane ose nga Agjencia Amerikane, një pikë. E dyta, që mos i regjistruar së paku në 2 vende të Bashkimit Evropian, dhe e treta, që mos i qarkullonte për së paku 2 vjetësh në 2 vende të Bashkimit Evropian, pa kishte një marrësh të 3 fish sigurie.